e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Më lejoni t'ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakohshme, KQZ-s duhet t'i japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetut e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt, në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve, sado që po e përmend, jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Edhe një herë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje. Megjithatë, ky ishte vullneti i partive politike të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ju uroj suksese në këtë proces me shpresë që menjëherë pas zgjedhjeve e pa asnjë zvarritje të vetme do të kemi konstituimin e kuvendit të zgjedhjen e qeverisë së re. Në qoftë se keni pyetje, urdhëroni